Sot do përgatisim një tartar toni me ton të freskët. Një recetë shumë e thjeshtë, por që është një recetë shumë e mirë. E përgatisim me avokado, me erba cipollino dhe marinimi është vetëm me vaj ulliri, me soja dhe me piperin podravka. Vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht hedhim vajin e ullirit. Shtojmë pak soja. Shtojmë piperin. Krip normalisht. Do shtojmë edhe pak lëkurë lajmi për ta bërë sa më aromatike. Hedhim avokado. Vazhdojmë e të marinojmë duke të razuar. Shtojmë disa erba cipollino. Pasi kemi mbaruar marinimin, vazhdojmë me montimin e pjatës. Një montim sa më i thjeshtë. Për ta mbyllur, hedhim disa fara susami të zeza sipër. Pjata është gati për t'u serviruar në tavolinën tuaj.